Qyteti i Shkodrës, i njohur për trashëgiminë e tij të pasur kulturore dhe për historinë e lavdishme sportive, ka hapur sot një kapitull të ri në jetën qytetare me organizimin e maratonës së parë qytetare. Ky aktivitet madhor përkon me titullin prestigjioz Shkodra Qyteti Europian i Sportit 2025, duke e vendosur qytetin verior edhe më shumë në hartën e aktiviteteve të mëdha sportive. Atmosfera ishte festive dhe e mbushur me emocion, mbi 300 pjesëmarrës, nga fëmijët më të vegjël deri tek sportistët profesionistë, ju bashkuan kësaj iniciative që për herë të parë solli në Shkodër formatin e një maratone qytetare. Rrugët e qytetit u kthyen në një arenë sportive ku entuziazmi, energjia dhe fryma e garës së ndershme mbizotëruan. Iniciativa u bë e mundur fal bashkëpunimit të ngushtë mes Bashkisë Shkodër, Shoqatës së Atletikës Vllaznia dhe Federatës Shqiptare të Atletikës, të cilat shprehën qartë angazhimin për ta shndruar këtë aktivitet në një traditë të përvitshme. Synimi është jo vetëm promovimi i sportit amator dhe profesionist, por edhe forcimi i lidhjes së komunitetit me aktivitetin fizik dhe krijimi i një identiteti të qëndrueshëm sportiv për Shkodrën. Maratona u zhvillua në 3 kategori kryesore: fëmijë, të rinj dhe të rritur, duke përfshirë kështu gjithë komunitetin. Ky koncept thekson vlerat e përfshirjes, barazisë dhe stilit të shëndetshëm të jetesës, duke treguar se sporti është për të gjithë, pa dallim moshe apo përvoje. Organizatorët e cilësuan këtë maraton si hapin e parë drejt krijimit të një kalendari të qëndrueshëm eventesh sportive, të cilat jo vetëm do të nxisin aktivitetin fizik, por do të kenë ndikim pozitiv edhe në ekonominë vendore përmes zhvillimit të turizmit sportiv. Të gjithë pjesëmarrësit janë fitues të kësaj dite, u shprehën organizatorët, duke theksuar frymën e solidaritetit dhe gëzimit që karakterizojnë ngjarjen. Me këtë aktivitet, Shkodra vijon të dëshmojë se është jo vetëm një qendër historike e kulturore, por edhe një qytet që e ka sportin në ADN-n e tij.